Ebu Hanifja dhe respektimi i prindërve. Imami Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, njihej si respektues i madh i prindërve. Për ta shpesh lutej dhe kërkonte falje dhe për çdo muaj jepte lëmosh nga 20 dinar. Ai thot për vetveten: nga njëherë shkoja në mexhlisin e Omer ibn Dharr së bashku me nënën time e nga njëherë edhe më dërgonte që ta pyes për ndonjë mesele. Ju afroja dhe e pyesja e i thosha: nëna ime më ka urdhëruar që të vi deri tek ti dhe të pyes për filan mesele. Ai më thonte: ti do të më pyesësh mua për këtë çështje dhe ti je më i ditur se unë? I thosha: ajo më ka urdhëruar. Ai thoshte: si është përgjigja që pastaj unë ta them ty? Unë ja tregoja përgjigjen, pastaj ai ma tregonte mua dhe unë shkoja tek nëna ime dhe e lajmëroja për përgjigjen. Njëherë, nëna ime kërkoi nga unë që t'i jap fetva për një çështje dhe ja tregova, mirë po nuk e pranoi nga unë. Më tha se unë nuk e pranoj përgjigjen e kësaj pyetje përveç se tek Zuna el-Vair. Shkova deri tek ai edhe i thash: nëna ime kërkon fetva nga ti për filan mesele. Ai më tha: ti je më i ditur se unë. I thash: a ti them se meseleja është kështu? Më tha: e vërteta është ajo çka e thot Ebu Hanifja. Isha i kënaqur nga përgjigja dhe ika ta lajmëroj nënën time.